Ju ngjatjeta uroj të jeni mirë, uroj të keni nisur një javë të mbar, ka zhvillime të mëdha nga mesdheu. Mesdheu duket që është duke shkuar drejt një shpërthimi të kontrolluar të madh dhe kjo lidhet me zhvillimet e mëdha që janë duke ndodhur në lindjen e mesme në këto momente, sepse ka një panik të madh apo një alert të madh në Turqi. Turqia është mobilizuar e gjitha sepse kujton dhe është duke u përgatitur për gjithë skenaret, përse po vinë të gjitha këto trupa amerikane, këto luftania amerikane, drejt lindjes së mesme. E gjithë Amerika ka zbarkuar atje 3-4 luftanie, sisteme raketore, bazat britanike në Qipro, që është gjithë ky mobilizim i madh amerikan. Turqit kanë nisur gjithashtu të bëhen gati për çdo surprizë të radhës dhe është ngritur pyetja e madhe nëse vërtet gjithçka është duke ardhur për Iranin apo ka një plan tjetër, ka një çark tjetër që është duke u ngritur dhe pikërisht për turqit. Turqit janë duke u përgatitur për gjithë skenarët dhe janë duke studiuar me imtësi gjithçka është duke ndodhur. Janë duke shfletuar një raport të Global Defense Corp, i cili është duke folur tashmë për situatën e komplikuar në lindjen e mesme dhe në këtë fillim jave përpara se të merremi me zhvillimet e tjera të rëndësishme në mbrëmje, kisha dëshirë të ndalem pak tek ky zhvillim i shpejt, i rrufeshëm dhe i befasishëm, një mobilizim total i Turqisë, sepse me sa duket goditja nuk është vetëm për Iranin, të paktën kjo është njëra nga llogaritë që po bëjnë turqit. Ndërkohë Rama ka shpejtuar të shkojë në Izrael sot për të bërë lobimin e tij të fundit në mënyrë që të kërkojë shpëtim për Benjamin Netanyahus. Për këtë bisedë do ta shohim në darkë, do ta analizojmë në darkë pasi ai të flasë në Knesset. Do merremi veç me çështjen e Shqipërisë në mbrëmje me kismet gjithmonë dhe arsyet e vizitës së tij atje dhe do të bëjë gjë Benjamin Netanyahu, njeriu që urren më shumë George Sorosin në Izrael është Benjamin Netanyahu dhe partia e tij Likudi. Por loja mund të jetë akoma më e madhe se kaq dhe akoma më e komplikuar se kaq, sepse ju siç duhet ta dini dhe siç mund ta kuptoni dhe siç ua kam thënë vazhdimisht, duhet keni një rregull në analizën dhe në perceptimin e këtyre zhvillimeve të mëdha ndërkombëtare. Sido që të shfaqet situata, ekziston mundësia që të jetë një shpjegim X apo Y apo një raport mund të jetë shumë pranë të vërtetës, por gjithmonë, cili do qoftë rezultati yt në trurin tënd dhe në mendjen tënde pas një bindje të plot, duhet të bësh gjithmonë llogari që situata mund të jetë krejtësisht e ndryshme nga ajo që ke kuptuar ti apo tek përfundimi që ke mbritur ti. Ndërkohë që e gjithë ushtria amerikane ka zbarkuar me synimin e goditjes së Iranit, turqit janë hedhur në alert të madh. Pse? Sepse ajo që po shikohet është se e gjithë kjo ushtri amerikane, të gjithë kjo logjistik nuk ka mundësi të ketë ardhur vetëm për Iranin. Sepse historia ka treguar që prej vitit 1979 kur fitoi revolucioni islamik me Imam Khomeini në Iran e deri më sot ku kanë drejtuar ajetollahët, pra regjimi teokratik, duke i qartë që Amerika ka luajtur me Iranin, Amerika me Iranin nuk kanë shkrepur asnjë fishek ndaj njëri tjetrit. Dhe Turqia nga ana tjetër është antare shumë e rëndësishme e NATO-s. Pra, amerikanët gjatë gjithë këtyre 47 viteve, derisa erdhi presidenti 47 i Shtetit Bashkuar të Amerikës, kanë luajtur me Iranin politikën e përfshirjes apo politikën e rrethimit dhe të mbajtjes nën kontroll të rrezikut të Iranit. Ndërkohë, tashmë kemi shkuar në një mobilizim të plot. Ndërkohë që Amerika e gjitha është e pushtuar prej akullit dhe të borës luftanijet amerikane dhe i gjithë ushtria amerikane shkon, afrohet drejt Gjirit Persik, drejt vendeve të Gjirit, drejt Omanit, janë shumë pranë Omanit, njëra nga luftanijet amerikane drejt detit Kuq dhe nga të gjitha anët për të rrethuar rajonin. Por ka një zhvillim shumë të madh dhe të rëndësishëm i cili vjen nga Washingtoni pasi
presidenti Donald Trump ka porositur urgjentisht 25 copë nga përbindshi B2 Spirit. B2 Spirit është përbindshi amerikan i cili hedh ato bombat shpuese të maleve. Për çfarë i duhen Donald Trump 25 aeroplan B2 Spirit të cilët i ka porositur tashmë urgjentisht. Janë disa skenarë të cilët po fliten në Turqi që nuk është targeti Irani, ose jo vetëm Irani, por targeti mund të jetë edhe vetë Turqia, për arsye se Turqia është një rrezik potencial i cili vijon të jetë në rritje dhe që synon të krijojë, edhe pse antare e NATO-s, krijon hapësira dhe komunikim me vendet e tjera siç është Kina apo Rusia, apo tentativa e saj për të gjetur një lloj pavarësie ushtarake me sofistikimin e industrisë saj ushtarake, me nxjerrjen e dronëve të saj, me nxjerrjen e kanit gjenerata 5 i cili pritet apo synon sipas turishve të konkurrojë F-35. Ndërkohë që përgatitet plani pra për të rrethuar Turqinë dhe Iranin. Irani, ju thash, është në mobilizim total, por është i kapluar nga një frikë të cilën unë do t'ja shpjegoj pak më poshtë. Ndërkohë Turqia është e vendosur dhe është e bindur që nuk ka asnjë mundësi që gjithë ky mobilizim amerikan të jetë vetëm për Iranin. Turqit kanë ngritur alertin dhe kanë shkuar urgjentisht në Katar, kanë marrë 25 avion urgjentisht Typhoon Eurofighter. Typhoon Eurofighter europian janë marrë nga Erdogani tek magazinat dhe tek depot ushtarake të emirit të Katarit, i cili me sa duket ja ka dorëzuar Turqisë pasi i ka marrë nga Europa. Përse i duhen? Sepse aviacioni luftarak turk mund të gjendej në momente të caktuara i rrethuar nga Rafalet francez, të cilët janë tashmë në posedim të Greqisë. Unë ju kam folur për aleancën Greqi, Izrael, Qipro dhe Francë, dhe Rafalet francez kanë mbritur në Greqi. Turqia, për të mos u gjendur tërësisht e zbuluar përballë Rafalëve të Francës që janë në duart e Greqisë. Dhe në kushtet e rrethimit të saj, me problematikat që i hapin kurdët në veri lindje të Sirisë, me luftëtarët e Kasedit, të cilët i aktivizon Izraeli kur i duhen dhe kur ka nevojë strategjike. Pra, ajo që synohet është rrethimi i Turqisë, bllokimi i saj nga jugu me problematikat me kurdët e Kasedit atje, dhe nga lindja dhe nga perëndimi me Greqinë dhe Izraelin dhe Qipron, dhe nga lindja duke bllokuar zgjatimin e Turqisë dhe të influencës së saj në Azinë Qendrore dhe në republikat turke. Ardhja e tajfunëve nga Katari për Turqinë tregojnë qartë që të gjitha vendet janë duke u mobilizuar për atë zhvillim të madh i cili është duke u lëvizur sot në planet e shërbimeve sekrete, të cilat flasin pa zhurmë sigurisht dhe nuk i nxjerrin historitë e tyre nëpër televizione, sepse ajo që duhet kuptojmë është se gjithmonë në këto kohra të rrezikshme që po jetojmë, skenarët e luftës janë gjithmonë shumë të ndryshëm zakonisht nga ato që janë parashikuar nga ekspertët apo nga njerëzit. Ndaj duhet kemi parasysh se kjo situatë e ka tensionuar në maksimum edhe Ankaran, edhe Turqinë, edhe lindjen e mesme, por edhe Mesdheun, pra Mesdheu i cili sigurisht shpërthen nga momenti në moment, në qoftë se Turqia dhe Greqia do të rrisin tensionet me njëri tjetrin. Ndërkohë që Irani është duke u bërë gati me sistemet e saj raketore, me raketat e saj balistike, por edhe me sistemin kinez HQ-9B, i cili është tashmë në Teheran, dhe me S-400 të S-400 të ruse, janë duke u bërë gati bashkë me sistemet e saj Power 373 iraniane, me cilat Irani krenohet se janë krenaria e prodhimeve të sistemeve raketore iraniane. Me gjithë këtë mobilizim të Iranit dhe përgatitjes së tyre për këtë moment, dhe edhe pse qielli i Iranit duket tërësisht i bllokuar në këto momente, ka një frikë të madhe në Iran dhe
ndërkohë që Turqia përgatitet për gjithë skenaret e shpërthimit të mundshëm. Ju a kam shpjeguar edhe në ditët e shkuara që në shpërthimi i mundshëm i Iranit me 80-90 milion banor do të ishte një tsunami emigrantësh që do të shpërthejnë drejtim Turqisë, Mesdheu dhe më pas në drejtim të Europës dhe në drejtim të vendeve të gjirit, dhe përveç tsunamit njerëzor do të jetë dhe një tsunami i sigurisë në gjithë lindjen e mesme, pasi Irani ka kërcënuar seriozisht goditjen e të gjitha bazave amerikane në lindjen e mesme, dhe amerikanët duket qartë se po i marrin masat përpara se të nisin goditjen finale, e cila sipas ekspertëve duket që nuk ka kthim pas. Ndërmjet kësaj frike të Ankaras dhe mobilizimit tërësor të Turqisë për gjithë skenarët e luftës amerikane në gjë dhe përgatitjes së Iranit, janë frikrat e Iranit, të cilat burojnë nga mundësia që qielli i Iranit jetë mbuluar me sisteme raketore që e shndërrojnë qiellin e Iranit në një mburoj prej xhami. Çfarë do të thotë kjo? Kjo do të thotë se lufta më e rrezikshme sot nuk është më lufta e raketave, dhe këtë e pam me demonstrimin që bëri ushtria amerikane në Venezuela me rrëzimin e Maduros, në kohë këtë era Maduros shpejt, rrëzimi i Maduros erdhi si një rezultat i supremacisë teknologjike amerikane ndaj sistemeve raketore të armikut, pra të Maduros, të cilët kishin ardhur pra nga Rusia. Sistemet e radarit këto e përcaktojnë sot luftën konvencionale. Janë radarët. Që janë radarët? Radarët janë sytë e një njeriu, të kesh armë balestike, të kesh sisteme raketore, të kesh raketa balestike pa fund, por të mos kesh sisteme teknologjike të zhvilluara dhe radar të zhvilluar, është një lloj si të japësh një njeriu një shpatë të jashtëzakonshme apo një armë të jashtëzakonshme, por nuk ka sy me pa. Pra, të kesh një shpatë dhe s'ke sy, nuk e di ku do të gjush. Ndaj, problemi ishte që sistemet e radarve S-300VM ishin sistemet radare ruse, me të cilat ishte i armatosur, apo ishte i rrethuar, apo kishte ndërtuar kuponën mbrojtëse Venezuela dhe Nicolas Maduro përpara se të godisnin amerikanët, por amerikanët ja dolën që me supremacinë e radarëve të tyre dhe supremacinë e tyre absolute teknologjike ja dolën që të zhbllokojnë tërësisht radarët dhe aktivizuan të gjithë kapacitetet e tyre elektromagnetike, duke bllokuar në sekond të gjitha mundësitë dhe aftësitë e kapaciteteve të radarëve rus të Maduros për të reaguar, dhe kjo ishte ajo që u quajtur minuta zero, minuta e fikjes së dritave, minuta e paralizimit të radarëve dhe paralizimit të syve të kundërshtarit. Kjo është një frikë e cila ka pushtuar sot Teheranin, pasi ata nuk janë të sigurt nëse sistemet S-400 ruse, të cilat duket qartë që edhe në luftën e Ukrainës kanë treguar që nuk kanë pasur supremaci dhe kanë qenë shpesh të tejkalueshme nga raketat e perëndimit, pra nga HIMARS-ët dhe nga Storm Shadow, kanë qenë shpesh të tejkaluara në Ukrainë. Ndaj, iranianët sot janë të trembur sepse mendojnë që mund të jenë edhe përballë një befasie elektromagnetike e cila mund t'i pezullojë sytë dhe mund të bllokojë sistemet e radarëve të cilët i kanë ardhur Iranit në mbështetje, pra bashkë me raketat, sistemet raketore nga Moska dhe nga Pekini, që po vazhdojnë të vinë deri në këtë moment. Ndërkohë që iranianët, por edhe turqit jo më pak, janë duke u përgatitur për të gjithë skenarët. Jo, thash dje Hakan Fidan këshilloi amerikanët që të shtyjnë përballje në lindjen e mesme dhe të mos vinë tek kërkesa e Netanyahut tyre për të shkuar tani për një goditje drejt Iranit. Me sa duket Amerika e ka marrë vendimin, duket qartë që në Davos
u grisën maskat dhe u shpall lufta. A është marrë vendimi për të goditur apo jo? Këtë do ta shohim në orët në vijim, të cilat do të jenë shumë të rëndësishme, por një gjë është e sigurt. Të gjitha vendet e lindjes së mesme, të gjendura ndërmjet presionit amerikan për dorëzimin e sovranitetit të tyre në qoftë se duan armët amerikane të sofistikuar dhe teknologjinë ushtarake, por të gjendura edhe në presionin e skrapit që vjen nga lindja në formë armatimesh apo radarësh, të cilët në një moment të caktuar, ashtu siç i ndodhi Maduros në Venezuela, mund mos funksionojnë fare. Arabët dhe turqit dhe persët tashmë po ndërtojnë një formulë të re, përveç ardhjes së tajfunëve Eurofighter që po i merr Erdogan nga Katari, ai po përgatit një aleancë të re midis Egjiptit, Arabisë Saudite dhe Pakistanit në këtë moment bashkë me Katarin, Kuvajtin dhe vendet e tjera të GCC-s për të bërë gati një sistem apo një marrëveshje sekrete të mbrojtjes së përbashkët ndaj kërcënimeve të Izraelit dhe të Amerikanëve në qoftë se do dalin përtej Iranit dhe në qoftë se do të zgjerohet vala e luftës përtej Iranit. Cilët do të jenë skenarët? Si do të shkojë situata, kjo mbetet për t'u parë në orët dhe ditët në vijim, por unë e pa shumë të arsyeshme që t'ju a shoh, t'ju a bëj të ditura këto zhvillime të orëve dhe të minutave të fundit. Bashkë do të shihemi sërish në mbrëmje, dash Zoti, si gjithmonë, me kismet të flasim për të tjera zhvillime nga vendi, si duket ka reaguar Partia Demokratike ndaj kërkesave tona për një mobilizim dhe për një garanci për popullin dhe po sajojnë tryezat të cilat unë do t'ju a shpjegoj në darkë dhe të tjera zhvillime të rëndësishme që janë duke ndodhur minutë pas minute edhe në Shqipëri, edhe në rajon, edhe në Ballkan, edhe në nivel global. Qëndroni me mua gjithë ju që nuk i keni bërë subscribe kanalit, bëjni atij subscribe dhe çojeni këto biseda pjesës tjetër shqiptarëve. Bashkë do të rishihemi në mbrëmje për të tjera zhvillime shumë të rëndësishme, të analizojmë me kujdes çfarë po gatuhet për shqiptarët, por pse jo edhe çfarë po ndodh në botë. Miru dëgjofshi.